mendoj se po, siç e thatë edhe ju, e dominuam takimin nga fillimi deri në fund, përveç një gabimi individual në fillimin e pjesës ditë ku na shpotoi portieri. Pjesa tjetër ishte kontrolluar nga ana jonë dhe ishte një fitore e cila na duhej në këto momente për shkak se them drejtën edhe ne si staf, edhe futbollistët, edhe opinioni, edhe tifozët, gjithë e përjetuam shumë rënd atë humbjen me Pilisterin për shkak se ishte një humbje e papritur, por futbolli ka këto situata dhe ne duhet mbas humbjes të reagojmë dhe të luftojmë çdo ndeshje pastaj për 3 pikë. Fiton në vlerë fakti që jemi përballur në një moment të keq me një skuadër që ishte në momentin e saj më të mirë në këtë sezon, 4 fitore rresht, fituan Strugën javën e shkuar dhe ne sot dominojmë. Është një tregues që Shkëndija është e denjë për të kaluar atë shok psikologjik që marrëm nga Pilisteri. Pajtohem me ju për shkak se Rabotniçki ishte skuadra më në formë në momentin, duke i marrë 5 ndeshjet e fundit. Unë personalisht isha në Strugë dhe ndoqja takimin, atje ato bën një paraqitje shumë të mirë, ishin një skuadër shumë e organizuar dhe luftuan, ndoshta edhe fati i ndihmoi, por megjithatë besoj që sot vendosi dëshira e futbollistëve të Shkëndijës, kualiteti gjithsesi, por edhe agresiviteti në sulm. Të gëzon fakti që shënojnë edhe mes fushorët ofenziv, sot 2 golat të Krasniqit, shënoj Tamba bëri edhe një asist, dal nga dal gjithë hynë në formë, nuk presin vetëm nga Besart Ibrahimi, në fakt Krasniqi na sill tjetër fitore sepse edhe me Gjorçën ishte vendimtar. Po vjen shumë mirë për Krasniqin për shkak se për momentin gëzon një formë shumë mirë, shënoj 2 gola edhe Tamba gjithashtu përveç që shënoj gol. Besoj që ishte asistuesi 2 golave tjerë dhe jam i kënaqur edhe me Tamba për shkak se kalonte një periudhë ngërçi, domethënë një periudhë jo shumë pozitive sa i përket realizimit dhe normalisht ne kemi një skuadër me lojtarë shumë cilësor në sulm dhe gëzon fakti që edhe tjerët aktivizohen për shkak se në ndeshjet e fundit them drejtën vareshim shumë nga golet apo forma e Besart. Tani mos kërkojmë të kritikojmë në këtë moment mirë, por realisht edhe mbrëm Bayerni Muniut humbi shumë shanse për gol, por në këtë fitore 3-0 realisht Shkëndija mund të shëronte më shumë. Është kjo vretja që skuadra ndoshta duhet të jetë vrasë për të sjellë fitore 5-6-0 kur t'jepet mundësia. Unë besoj që çdo futbollist dëshiron të shënojë, edhe futbollistët që ishin para porte, domethënë sot pas rezultatit 2-0 apo 3-0 kishin dëshirë, por ndonjëherë vendosen edhe cilësia e fushës për shkak se kjo fushë nga jashtë duket cilësore, por në fakt nga brenda është jo cilësore për një ndeshje të ligës së parë Maqedonisë dhe unë normalisht isha pak i vendosur kur ndeshja u caktuar këtu, por ne nuk mund ndikojmë në caktimin e ndeshjeve dhe me dëshirë do kisha dashur që të luhej ndeshja atje ku ekipi Rabotniçki zakonisht i luan ndeshjet si vendas, por është e rëndësishme që në çdo fushë ku do paraqitemi të mundohemi të jemi të sigurt, mundohemi të tregojmë futboll cilësor dhe më gëzon fakti që në çdo ndeshje, edhe në kampionat edhe në kupë që kemi luajtur në sezonin pranveror jashtë të tovës, kemi fituar çdo ndeshje. Kjo është një tregues pozitiv, ndoshta do duhet të jemi më cinikë edhe në shtëpi dhe mos lëm asnjë pikë në ndeshjet si vendas, edhe pse unë gjithmonë insistoj ndoshta ndonjëherë edhe e teproj në futbollistët që kemi ne apo edhe mënyrës si luajmë ka shumë rëndësi cilësia e fushës. Tani më tërhoq edhe një pyetje tjetër. Mendon që ka një arsye Rabotniçki dhe Vardari vendosin të luajnë këtu? Ndoshta kjo është tregues që ne duhet ta marrim jo si vështirësi, por si kompliment që e din ata me kë kanë punë. Unë mendoj se është një kompliment për shkak se dihet se stadiumi kryesor aty ku luan edhe reprezentacioni Maqedonisë është i cilësisë më të lartë këtu në Maqedoni dhe normalisht unë besoj që ne jemi akoma më dominant në ato lloj fushë kundër këtyre kundërshtarëve apo kundër edhe çdo kundërshtari tjetër, por çdo ekipi ka llogaritë veta edhe ato i bëjnë llogaritë veta, por mendoj që llogaritë ndonjëherë nuk dalin për shkak se si edhe Vardari është edhe Rabotniçki këtë fushë kanë pësuar së Tani mendon që vetëm te fusha apo edhe fakti që Shkëndija shfrytëzon në Europë dhe këtë vit luajti më shumë se sa çdo herë tjetër dhe atje ndjehet si në shtëpi. Unë mendoj post, për shkak se ne kemi zhvilluar shumë ndeshje atje. Edhe shumë seanca stërvitore. Edhe seanca stërvitore dhe kur bëhet analiza është një fushë që tradicionalisht jo këtë vit, por edhe viteve tjera, edhe para shumë viteve skuadra e Shkëndijës me çdo lloj futbollistësh, edhe me trajnerat tjerë, edhe e kam fjalën që nuk ka të bëjë me neve tani për momentin, në atë fushë Shkëndija shprehet në mënyrë cilësore.